që refuzon padrejtësinë dhe që nuk pranon të ullë syt kur ka të drejtë. Lejoni që të ftoj përpara jush një nga themelust e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ish komandantin e përgjithshëm të ushtrisë çlirimtare kombëtare, zotin Ali Ahmeti. Vëllezër e motra, të dashur bashkëluftar e bashkëveprimtar, shumë të dashura familje të dëshmorëve, shumë të respektuar e të respektuara invalide të luftës. Jemi mbledhur sot në sheshin Skënderbej, në sheshin e këtij burri që u bë tip për kufit e Evropës, që Europa mos pushtohet nga Osmanë. Jemi mbledhur sot këtu afër Hasan Prishtinës, Pjetër Bogdanit, Nexhata Gollit, për të treguar se Hasan Prishtina u vra mu pjekërisht për liri të kombit të vetë. Pjetër Bogdani i dha dije e filozofi Europës. Nexhata Golli arreqimi e pushkatoj si ministër vetëm e vetëm se kërkoj liri, drejtësi e barazi për popullin e tij. A tani sot ne nuk themi që Europa na kishte borxh, por themi Europë, Amerikë, NATO, falënderit që filozofin e veprimtarin të njerëzve të matë mëdhej të kombit ton na i shpërblyet në përkrahje të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe në ndërprerje të gjenocidit të mëdhenj të shqiptarëve të Kosovës. Prandaj, jemi mirënjohës general Tarku me dëshminë e tij pa mohueshme dhe të pa kontestueshme. Jemi mirënjohës zënat sekretarit shtetit James Rubin, si dhe ambasadorit që punoj shumë në rajon për paqe e stabilitet, zoti Christopher Hill. Vëllezër e motra, nga ky shesh po i drejtohemi edhe Europës. Unë i takoj lëvizje studentore të vitit 1981. I takoj asaj lëvizje që nuk kërkonte t'u amorë dhe mohoj lirin të tjerë,
por liri e drejtësi kërkonte për shqiptarët. Shpërblimi ishte tortura, vrasje, burgosje, gjakosje, njullosje televizjes, të rinj studentore të shqiptarëve nga regjimi i Beogradit, me fyërjet më të mëdha, terrorist, kriminal, bandit, e çka është më e keqja thuashte kundër lëvizjes studentore. Vazhdoi tërë shtypi me vitet. Çdo shqiptar që kërkonte drejtësi e barazi, njulloseshte e gjakatoseshte. Ne besojmë tek drejtësia. Ne jemi ata të cilët vëzhgonin çdo lëvizje në hapësira shqiptare, me të dalë njësitet e para të rezistencës. Doli qëndrime nga më njerëzore të ushtrisë qërimtare të Kosovës. Se ushtria do të respektojë të gjitha konventat ndërkombëtare mbi luftra. Respektoj vendimin se një ushtri guerile duhet të dallohet dhe vendosi simbolin e vetë që e dallonte. Se kush është ushtria qëllimtare e Kosovës? Rregull ndërkombëtar e respektuar nga ushtria qëllimtare e Kosovës. Ushtria qëllimtare e Kosovës dënonte çdo veprim fashist, çdo veprim kundër popullatës civile. Ushtria qëllimtare e Kosovës shpalli veten ushtri e popullit vullnetare që lufton për lirinë e popullit të vet. Është një vërtet e madhe që objektivi final nuk e arritëm për të ndërtuar hierarhi. Prandaj nuk të deshëm që akuzat që bëhen për shpinë e verë, akuza që bëhen për ndërmarrje të përbashkët kriminale, të njullosin historinë e luftës qëllimtare, e bive e bijave, ma të mirë të kombit shqiptar. Ky proces duhet të marrë epilog të pafajësisë, sepse Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe ushtarë që ndodhen pranë tyre grillave akuzohen për vepra të pabëra. Të tërë procesin e kemi përcjellë. Mbase na dridheshte lëkura në shtat kur dëgjonim akuza që ne na i kishte bërë.
Beogradi e Moskva si terrorist, kriminal e bandit. Ne kemi dashur lirin, po jo duke u amohuar lirin popujve tjerë. Ushtria jonë nuk ka qenë kundër asnjë populli, as popullit sërb. Demonstrata e sotme nuk është kundër shtetit të Maqedonisë, sepse mu këta që ndodhen në këtë gjykatë kanë kontribuar në stabilitetin, në paqen, në ardhmërinë pikërisht të këtij shteti, sepse kanë qenë drejtues të institucioneve të rëndësishme, president, shteti, kryeministra, kryetar kuvendi, dhe sigurisht me dhjetra e qindra marrëveshje kanë hedhur firmat për një Maqedoni më të prosperuar. Dhe jo të friksuar nga ushtria shërimtare e Kosovës, as nga ushtria shërimtare kombëtare, as nga këta që dalin dhe janë të prezent këtu me plak në trup. Këta nuk kanë luftu kundër asnjë populli, por për lirinë e drejtësi e pavarësi të shtetit të vetë. Sot Kosova jonë është e pavarur. Sot Kosova kontribon për të patur një marrëdhënie më të mirë mes shteteve të rajonit. Andaj, pafajësia kërkohet nga ky shesh i Skënderbeut, nga ky shesh i Hasan Prishtinës, nga ky shesh i Nexhat Agollit, që braktisit gjithë shka dhe humbi për gjithmonë, vetëm e vetëm që shqiptarët të kemë barasi e drejtësi. Nga ky shesh i Josif Bageri, që nuk dihet se ku i ka eshrat, pikrisht ato regjime që sot po përsëriten nga antishqiptarë më të mëdhenj. Zhduket Josif Bageri, zhduken shumë atletarë e çlirimtarë duke zbatuar. Politika të Nikola Pashiqit se të pabindurit vrisni të pabindurit. Kështu veproi edhe Miloševiqi, vrisni shqiptarët, dhe kjo me shumë kompetencë u deklarua nga general Clarku kur e pyet, sepse Miloševiqi kërkon që ai ta zgjidh problemin me shqiptarët. Dhe në pyetjen e general Clarku, si do e zgjedhish problemin? Si gjithmonë si i kemi vra, do i vrasim përsëri. Kjo është politikë fashiste, naciste, e ta quajmë si të duam, kur përpara një generali të NATO-s Miloševiqi thot, dimje si i rregullojmë shqiptarët, do i vrasim që të gjithë. Këta djemë, këta njerëz, ta luftëtarë, ta bashkë luftarë tanë, nuk janë përgjegjës për vepra që nuk i kanë bërë. Janë angazhuar luftu për lirinë